Bashkia ka organizuar sot një dëgjes publike për vendosjen e emrit të bibliotekës së qytetit, me pjesëmarrjen e anëtarëve të Këshillit Bashkiak, shkrimtarëve dhe qytetarëve. Biblioteka, e cila u hap për herë të parë më 30 maj të vitit 1946, deri më sot është quajtur Biblioteka Publike e Lushnjës. Dy propozimet e bëra nga lidhja e shkrimtarëve Dega Lushnjë dhe artisti Gëzim Xhaxhaj për vendosjen e emrit të bibliotekës sipas një përfaqësuesi dinjitos të letrave, jo vetëm për qytetin e Lushnjës, ishin për shkrimtarin Vatko Reshi dhe për shkrimtarin Fasli Haliti, tha kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa. Më pas ajo u shpreh e hapur për të pranuar edhe propozime për emra të tjerë. Në të dy kërkesat kemi propozime që biblioteka e qytetit Lushnjës të mos quhet më vetëm biblioteka e qytetit Lushnjës, por t'i jepet dhe emri i një figure që meriton t'i gdhëndet emri në këtë bibliotek, dhe duke qenë se Lushnja është një qytet i cili këto raftet e bibliotekës i ka të mbushura më së shumti nga shumë autor lushnjar, mendojmë që duhet që të gdhëndim dhe emrin e një qytetari lushnjar i cili vjen nga fusha e letërsisë, nga fusha e të shkruarit, në mënyrë që edhe kjo godin të marri një emër personaliteti, por patjetër dhe ne të nderojmë një figurë të Lushnjës sonë. Kryetari i grupit të opozitës në Këshillin Bashkiak, Klement Çela, u shpreh se duhen disa kritere dhe synime që ne të zgjedhim kush na përfaqëson më mirë dhe emri sipas tij që na nderon në rang lokal dhe kombëtar është shkrimtari Visar Zhiti. Emra kemi pafund, por nuk mund të shkojmë tani në kritere kush është vargu më i bukur, kush është proza më e bukur, drama më e bukur, se kjo pastaj ha shumë diskutim. Dhe në rast se ne do të vendosim ca synime dhe duhet ishim parashtruar paraprakisht këtu, që kush na përfaqëson më mirë dhe kush e lartëson emrin e Lushnjës dhe kësaj biblioteke, atëherë mendoj dhe i bashkohem Zyshës, Gëzimit, sepse emri që del përtej lokales, përtej poetit që përfaqëson një lokalitet, patjetër që nuk mund të flas për të, sepse realisht na përfaqëson denjësisht për sa i përket artit të tij dhe poezisë të tij, por Zoti Zhiti, që shqyqyr që është gjallë, sepse nuk do të shkojmë dhe nuk duhet vazhdojmë me atë vdis pa të dua, patjetër që përfaqëson jo vetëm Lushnjën, por ashtu siç tha dhe Zysha, na përfaqëson më së miri edhe në rang kombëtar. Zonja Zhaneta Këmbora e shoqatës Myzeqeja gjithashtu përkrah propozimin për vendosjen e emrit të shkrimtarit Visar Zhiti bibliotekës. Unë kam ngul tek Visar Zhiti. Është një personalitet i cili studiohet në 3 universitete. Imagjinoni shtrirjen e Lushnjës nëpër universitetet e botës. Kryetaria e lidhjes së shkrimtarëve Dega Lushnjë, Emine Boriçi, mbështet propozimin për emrin e shkrimtarit Fasli Haliti. Si lidhje bashkë me një shoqat tjetër, kemi propozuar për Fasli Halitin dhe mbrojmë argumentin tonë pse duhet, të paktën në synimin tonë pse duhet të jetë i tillë. Pas debateve, kryetaria Sefa kërkoi mbajtjen e një dëgjese tjetër për vendosjen e emrit të Bibliotekës Publike të Lushnjës. Ndërkohë propozimi për emrin e Vatko Reshit u rrëzua pasi me ligj nuk mund të përdoret, se një gjimnaz dhe një rrugë kanë tashmë emrin e tij. Emri që do të zgjidhet në dëgjes do t'i dërgohet për miratim Këshillit Bashkiak.